Nuk është më problemi tek parat, problemi është thjesht tek projekti dhe aplikimi. Sepse parat janë. Ne e kemi rritur shumë ndjeshëm mbështetjen e tani për pak ditë, fund muajit, fillim muajit tjetër, do të firmosim dhe marrëveshjen me bankat dhe me Bankën e Shqipërisë dhe do të vendosim në dispozicion të gjithë atyre që duan ta dyfishojnë sipërmarrjen një linjë kredie me interes ulët dhe me garancia shteti. Askush nuk ka më alibi, as kryetarët e bashkive. Kryetarët e bashkive e kam thënë, e du shumë Rahimin, është Dibrani mirë, shumë. Ka ardhë këtu për të shërby pasi ka ishte në bankë etj. Por i kam thënë dhe Rahimit dhe shokëve të Rahimit, po nuk bët 10 agroturizma me paket dhe maleve. 10 agroturizma dhe 3 shoqëri të bashkuara, as mos hajdeni fare të pretendoni të kandidoni më, sepse bashkit nuk janë vetëm shtro rrugë, vër drita, pastro plera, edhe në fshat pastro kanale. Bashkit duhet t'jenë aleatët e fermerëve.